Të nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Ravecit 0-29 dhe Golden Eagle Yllit pas këtyre 20 minutave të para 37-30 në të mirë të Ravecit, të cilët e kontrolluan çerrekun e parë dhe të dytë duke pasur edhe e përsi deri në plus 12. E pam të rikthehet Golden Eagle Yllit që shkriju avantazhin në 2, megjithatë më pas erdhi edhe një iniciativë shpejtë të skuadrës vendase ku u shkëputën në plus 7 pas 20 minutave të para. 15 pikë nga Central Pullion, që ishte më i dalluari tek skuadra e Ravecit. 0-29 nga 6 pikë shtuan edhe Rugova dhe Adonis Thomas. Në anën tjetër 13 pikë të Tyrek Smithit, ndërsa 7 pikë tjera i ka shtuar Scott Bamford, gjithçka gati për startuar edhe pjesa e dytë tashmë, ndërsa rezultat i thellë pas pjesës së parë është në duelin tjetër ndërmjet Go+5 dhe Vllaznimit. Vllaznimi ka shkuar në pushim me përsi 48-31. Fitoria e mirë së ardhur është ashtu si për Ravecin, por edhe për Vllaznimin, teksa Raveci 0-29 është në ndjekje për të ikur në fakt fundit të tabelës, pozitës së fundit të renditjes tabulare, aty ku qëndron me 1 pikë më pak se sa Vllaznimin, por si ka shkuar pjesa e parë, edhe nëse do të regjistron këtë fitore Raveci, edhe nëse fiton edhe Vllaznimin në anën tjetër, do të mbetet renditja e njëjtë në tabelë. Tashmë gjithçka gati për startuar edhe pjesa e dytë. Erio Kastrati është ai që ta rikthen topin në lojë. Kastrati tek Thomas. Dalet Erio Kastrati, ka kthyer topin tek Dusty Thomas. Në gjuan kësaj radhe për treshe realizon Erio Kastrati. Pikë të ti të para sonte për 37-33. McCormick trefishohet me njerën me zda të e gjenë në partner në Central Pullionin, i cili nuk arriti të realizon. Si për Yllin të afrohet edhe më tepër në rezultat, teksa ka faul nga Pullion. Bamford. Scott. Sekundat e fundit të aksionit gjuan për treshe. Nuk qëlloj topi për nga njashtë. McCormick. Rugova bukur tek Ujkani, i cili kërcen lartë me ngulitje përfundon aksionin për 39-33. Aksioni bukur definitivisht i skuadrës së Ravecit. Shoj presionin në mbrojtje të McCormick ndaj Antoine Scottit. Arrinte ban pronësinë e topit Scott. Kastrati 5 sekundat e fundit të aksionit. Erion Kastrati mbetet e shkurtër gjuajtja e tij. Topin e duart të Tyrek Smith. Scott Bamford. Smith. Faul i Fisnik Rugovës që ngrit dorën me një herë. Shohim edhe një herë aksionin e bukur të skuadrës Ravecit. Asistimin e Fisnik Rugovës për Kujtim Ujkanin. Ndërsa nuk qëllon Scott Bamford në mesin e mbrojtjes Ravecit, ndalet Central Pullion, do të gjuan realizon
Pam lëvizjet e ti afër Tyreek Smithit. Ka faul personalja e McCormick, shojmë edhe njerë. Lëvizjen shpejt arriti të marrë vendimin se çka do të bënë në atë aksion. Bamford në anën tjetër, përgjigjet shpejt Scott Bamford, 41-33. Po e shohim që në vazhdimsi po e kërkon rikthimin. 21-35, më falni. Skuadra Golden Eagle yllit. Pullian, Rugova, do të gjuan, realizon. Ishte duke shkelur vijën, Ekter Hoqi këmbën brapa dhe qëlloj treshen Fisnik Rugova. Dustin Thomas, Bamford del në skenë edhe njerë me pikën e 9. McCormick. McCormick. Bejtë të shkurtër gjuajtja topi në duart e Tyreek Smith. Pa faul nga Thomas. Nuk e lejon kundër sulmin. E shojmë njerë treshen e Fisnik Rugovës. Pati kohën edhe të tërhek këmbën. Që ishte duke shkelur vijën, do të ishte dyshe, por e qëlloj treshen. Bamford në anën tjetër edhe një herë. E ka marrë përgjegjësinë e skuadrës së Golden Eagle yllit. Scott Bamford. Ka faul. Somalia e Bamford. Tentimi për të dyshe nga kujtim Rikani, nuk qëlloj. Anën tjetër realizon Antoine Scott. Edhe njerë shkrihet në 2 avantajë i skuadrës së Rahovicit. McCormick e ka ndezur turbinat Scott Bamfordi. Fisnik Rugova nuk ka treshe. Topi do të përfundon jashtë. Nuk e qëllon treshen Rugova. Teksa do të shojmë ma do të arin yllit të marrë avantajin. Dhe shutëson këtë sol. Dustin Thomas. Antoine Scott. Po presionin. Kastrati. Do të gjuan e Rian Kastrati i rbolli ti. Po vitë në duart e Dustin Thomasit. Përfundojnë sekundat e aksionit. Me kësa e pam Scott Bamfordin. Mjaft tensionuar, vazhdon të flet, edhe pse po kërkojnë qetësi. Trajneri Paco Olmos. Thomas. Janë tukën të Kentrell Pullian. McLeod. Faul e Rian Kastratit. Kemi zëvendësimin e Ujkanit në lojë kthehet Bardh Rexha.
Pullian tek Thomas. Mirë Pullian. Angel Pullian. Adonis Thomas në sekundat e fundit të aksionit nuk qëllon Dustin Thomasi. Me luarti në kërcim. Smith. Bukur arin të shkojnë deri në fund. Edhe njerë tregohet i sakt. Tyreek Smith 7-7 nga loja. Gjithë shka baraz në miza i risma. 24-24. Tash më ka ngaluar 26 minuta. Adonis Thomas nuk ka treshe. Dominic Duarte dhe Scott Bamforthit, i cili niset në sol me ka në korner. Antoine Scotti nuk ka treshe, por Tyreek Smith i vëmenshëm kthehet topin në Duarte. Scott Bamforth që i kanë ndezur turbinat në pjesën e dytë, të i nervëzuar trajneri Samargjiev i skuadrës Ravec 0-29. Shreni komunikimin e Paco Olmos me liderin e tij. Pas një dyshim fenomenal është Scott Bamforth. I kemi dyshën e gjyqtarëve, të cilët po e kërkojnë 3 pikshin e Fisnik Rukovës, aty ku të gjithë ishim skeptik nëse e ka shkelur vijën. Atëherë nuk patëm faj dhe gjyqtarët cilët ishin këtu për të verifikuar nëse në atë shpejtësi Fisnik Rukova, i cili nëse nuk ka bëj as kokën, nuk e uli për ta shikuar nëse ka shkelur apo jo vijën, e tërheku këmbën prapa dhe realizoi atë treshe, ndërsa vetëm për siguri dhe verifikim i patëm gjyqtarët e rishikojnë edhe një rastin në 17-7 në këtë qerek, në të mirë të Golden Eagle Yllit që përmbysi gjithçka. I shojnë statistikat e liderit dhe yllit të Golden Eagle Yllit. Scott Bamforth pas një dyshim fenomenal. 16 pikë të tij, 6 përcime, 2 asistime. Tashmë po i qëndron krah Tyreek Smithit, i cili është i pagabueshëm, 15 pikë, 7-7 nga loja faul. Që Dustin Thomas është ai që ka shkaktuar faul. McCormick do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Qëllon McCormick 26-27 plus një Golden Eagle Yllit. Në anën tjetër, vllaznimi po vazhdon të ruan e vërsinë e thellë. Tyreek Smith ndalet me faul. E shuajmë trenerin Samargjiev që afrohet gjyqtarit të të komunikon në mënyrë të qetë për këtë rast, përderisa sipas ekipit vendas nuk pati faul, por e shohim nga një kënd tjetër tërheqje e fanelës nga Fisnik Rukova, i cili shkaktoi faul. Nuk ishin hapat, nuk i qëllon gjuajtjet e lira Tyreek Smith, mbetet 26-27.
Rugova. Të Kereja. Kormik. Që në ndërtimi një dhe pikët me Cloud. Paul ndaj ti. Nuk i lërën pikë të lejta në kosh aty e Cloudit. Ne shojmë në njerë depërtimin të eksa pas ka pasur prekje të tabelës. Nuk e kam vrejtur gjyshtarët, Rezha gjithsesi, kapiteni del në skin, në një moment kritik për skuadrën, qëllon për 3, 29 me 27. Edhe njëre merë avantajin në Rahoveci, topi të Dustin Thomas e ka presionin. Dhe vjen topi tjetër i humbur, Erion Kastrati nuk arrin të e pranon pasimin e Dustin Thomasit, teksa kjo është rishë e Bardh Regjës që ja rikthen avantajin e ekipit vendas 29-27. A vjedhur topin Erion Kastrati, por nuk arritin të shkon deri në fund. E shojmë edhe njerë mbrojtjen e McCormick, nuk ja lejoj kundër sulmin Erion Kastratit. McCormick. Pullian. Pullian, Rugova në sekundat e fundit. Çfarë treshe e fisnik Rugovës. 52 me 47, tash mëndima vjen edhe nga publiku. Tyrell Smith, Dustin Thomas, Smith, Kastrati, Scott, asnjëri nuk po gjuan për treshe. Ishte Scott e ktheu tupin Dustin Thomas, Scott Bamford, asaj nuk qëllon, edhe një tjetër kërcim në sulm, vazhdon Ylli, do tjetë Erion Kastrati, nuk ka pik. Po i mernin kërcimet në sulm, por asësi të realizojnë lojtarët e Golden Eagle Ylli të ndërruar shikues. E shojmë treshen dhe përshëndetjen për publikun nga fisnik Rugova që qëlloj 52 me 27 me Cloud nuk qëllon nga vërsia, vazhdon aksionin do gjuan dalit me faul. Dërsa këtë nervoz nga Erion Kastrati nuk e kemi par as një herë. E shojmë edhe njerë. Ky është faulli dhe më pas momenti kur Erion Kastrati reagon ashpër, dëshkohet me teknike. E thash kur nuk e kemi parë këtë nervoz nga Erion Kastrati. Pashtë e dim që të cinë që e ka në loj. Ndërsa e shohim Erionin që e imitoj dikë, nuk e di kë, por gjithsesi të 7 sekonda deri në përfundim të
Qereku të tret, u dha vrejtja. Edhe për publikun teksa McCormick është në vjen e gjuajtje së lirë pas një teknik ndaj Erion Kastratit. Teksa McLeod do tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. Pas u ndalë 4 pikë me McLeod, 7 kërcime, 2-2 nga vija e gjuajtje së lirë. Shtullur për pushuar pak sa Erion Kastrati. Gëgjaj tensionuar sonte. Realizon edhe njërë McLeod. Njëra e parë që ga boj. Lidit 24-27. Antoine Scott. Exi Morina. Morina. Scott. Bamford. Juan Scott Bamford në sekundat e fundit të aksionit. Për kujdeset për të realizuar edhe njerë 18 pikë të ti. Pullion. Do të shkon me sulm të zgjatër. Cantrell Pullion. McLeod ofër gëzim Morinës. Realizon. Përfundojnë 30 minutat e ndeshjes 56-49. Ashtu si që përfundoj pjesën e parë me bërsi prej 7 pikëve, përfundon edhe 30 minutën e ndeshjes. Ralfici 0-29, vazhdojnë me lojë më të mirë. Do të shojmë atë të ketë forcë në 10 minutat e fundit Golden Eagle Ylli të rikthehet. Teksa në mënyrë identike është duke përfunduar qerekun e tretë edhe vllaznimi. E bërsi e thellë Gjakovarve në pej. Duke shkëlqyer atje në duel, Jerry Cole Helms me heq më pak se 30 pikë. Dy skuadrave të cilave ju duhet fitoria janë në rrugë të mirë. Por do të shohim a do të ketë ndonjë ndryshim në 10 minutat e fundit. Rikthehemi pas pak me qerekun e 4. Startojnë edhe 10 minutat e fundit të nderuar shikues me vërsim prej 7 pikëve të skuadrës Rahovecit. Edhe pse ishte Ylli që rëmbeu edhe avantazhin, vjen ndërtimi i McCormick, nuk qëlloi McLeod. Dy ndërtime, dy huqje, kontrollon gjithçka Tyler Smith. Pra Ylli pati momentin kur edhe e rëmbeu avantazhin, por nuk arriti të mban. Erdhi rikthimi i skuadrës Rahovecit edhe një shohim faullin e McLeod ndaj Scott Bamfordit. Dërsa duket që ka pasur faull sportiv, diskutuar gjyqtarët ajo kapje e McLeod.
Sakt edhe njerë Bamford. 20 pikë të ti. Bamford. Smith tek Morina. E humba top. Nuk të e kontrolloj mirë sulmin skuadra Yllit. Patje faul. Pullian. Realizon dalet me faul, do tjetë në vjen e gjuajtjes e lijes, super i nervëzuar Gzim Morina. Shojmë dëvërtimin e Kentrell Pullian dhe faulin e kapitenit. Nuk arriti të ndalë dëvërtim të Pullianit. 19 pikë edhe të Kentrell Pullian. 58-51. Shojmë Bamfordin i cili shkon të i flet kapitenit. Nuk qëllon Kentrell Pullian. Nuk arrin që zësi të vjedhën këtë top, pavarësisht presionit në mbrojtje skuadra e Rahovecit, teksa Tyrek Smith del në skenë. Edhe një herë realizon 8-8 është nga loja Tyrek Smith. Qka ka gjuajtur ka qëlluar në nënkosh. E shojmë personalin ndaj ti. 3-1 gjithsesi nga vija e gjuajtjes së lirë. Nuk përqëndron aq mirë. Sa nga tentimet nga loja. Gjithsesi kësaj radhe qëllon. 58-54. Shkrihet avantazhi. Pullian, lëvizje e bukur, e gjen depërtimin, dalet pastër nga Tyrek Smith. Morina. Antoine Scott nuk ka treshe, luft për atop Tyrek Smith dhe këdhen të Scott Bamford faloj me këmbë. Është Bamford dhe i cili ka luajtur me këmbë. Pullian. Kormik. Ka gjetur depërtimin, dhe shkutur gjuajtja e ti. Nëse shpejt në solmë, Ferranda se të arindi si të mbana top Antoine Scott. E topit e Scott Bamford. Kanger për 3. Nuk është i saktë. Rukova më i larti në kërcim e fiton duelin me Gzim Morinën. 58-54. Pullian. Kentrell Pullian. Gjuan për 3. Nuk është i saktë. Antoine Scott me i larti në kërcim. Bamford. Janë dy vishimin dhe i ti. Kanger. Morina. Bamford. Gjuan për 3. Nuk është i saktë. Gzim Morina në sulm. E merë edhe njerë kërcimin për qëlluar Gzim Morina. 58-56. Afrohet Ylli edhe njerë në 2. Më pak se 7 minuta e gjysmë deri në përfundim të kësaj përballje. Kemi time out, rikthehemi pas pak.
tashmë lojtarët në fund pas time-outit. Ylli është afruar në 2. Rugova pa presionin e Gzim Marinës. Besnik Rugova luan 1-1. Faul i Gzim Marinës. Tek Rugova pa presionin. Nuk qëllon, topin në duart e Kentrell Pullian i cili realizojnë me ndihmën e tabelës 60-56. Scott. Antoine Scott. Tek Gzim Morina. Bamford, Morina. Antoine Scott, vizje e bukur. Nuk do të pranohet. Kjo treshe, por do të shohim atë kemi challenge. Shohim presionin në ekipin të Golden Eagle Yllit që kërkan të rishikohet gjithsesi nuk pranohet tresha e Antoine Scottit. Cloud. Corny. Juan. Juan. Një topi me Cloud. Rugova. Nuk Juan kësaj radhe nuk ngutet. Pullian. Corny. Juan nga gjysmë distanca realizon. 62-56. Scott tek Morina. Bamford. Antoine Scott. Edhe njerë të gjuan për tresha, ajo para prakja jo, por kësaj radhe thot të gjuaj gogja para kohës për të qëlluar. I sakt është Antoine Scott. 62-59, shini deportimin e McCormick. Nuk realizoj, por McLeod dalet me faul. Luftan në kash. Zënësot Gzim Marina. Në nglisë shushën e loj. Cornick. Edhe njerë nga gjithë në distanca nuk është pisak. Cloud. Luft. Për atë. Në duart e Antoine Scottit. Dojl me faul me Cornick. Adam Istanbul do të kërë në loj McLeod. Ullet, tashmë e pam. Lasim Thomas tek Scott. Bamford, arrin të marrë topin Juan. Nuk qëllon. Edhe njerë, Scott Bamford e mori kërcimin në solm. Nuk arriti që të realizon për ndaljet me faul shini vetën taj, vet luftoj. Sa nuk arriti të qëllon nga e majta. Gjithsesi dy tira për të. 20 pikë të ti, vëllë 21 pikëve të Kentrell Pullianit. 21 dhe për të tashmë. Realizon Bamford.
Thomas. Do të gjuan për ball Dustin Thomasit, por rritë të qëllan. Sa shohim Zemërina në plan parë. Po jep mbështetje skuadrës. Janë në timi për treshe janë, Antoine Scotti nuk arrit të realizon. 62, 61. Janë të Pullian realizon nga qëfar pozite. Qëllaj do tjetë edhe dhe vjene gjuajtje së lirë. E zhujme dhe njerë. Sjell shaja të shenit e përtimin e Kentrell Pullianit. 23 pikë të ti, 8-6 nga vjaj gjuajtjes së lirë, edhe njerë do tjetë në atë pozit. 4 asistime, 3 këpcime, lider i skuadrës sonte. Erik ka në njerë avantajshën prej 3 pikëve në anën e Rahovecit. Qëllan edhe nga vjaj gjuajtjes së lirë. Conger, Bamford për 3, nuk është i sakt. Rukova në vendin e duhur. Kërcimi i 5 i ti, po 12 pikëve. 65-61, më pak se 4 minuta deri në fund. Kentrell Pullian. Edhe njerë dojnë të faul. Në mesin e dyshës Bamford e Scott. Shpejta me top. Në klojnë në tim 1-1, problem të dalët. Pavarësisht se sa të lëvizshëm janë edhe Scott dhe Bamford. Kemi tashmë time-out. 3 minuta 39 sekunda deri në përfundim. Vazhdon të ruan avantajën Rahoveci. Ne kthehemi pas këtij time-outit. No more care under the ring. No more care in the ring. No care. And when they play three, if you want to start. Offense. Edhe njerë në vjen e gjuajtjes së lirë është lideri sot i skuadrës Rahoveci 0-29, Kentrell Pullian fantastik qëllon në tentimin e parë. Ne shuajmë për njerën Samarqiev në netë normalisht. Edhe njerë i sakt. 67-61. 3 minuta e gjysmë deri në fund. Kastrati. Foul nga i Bamford.
qëllan këtë pare në ka qëtësin në Scott Banforthi. Gjardjet e 7, gjardjet e 2. Në dhe dytë nuk është i sakë, por Dustin Thomas. E pa me kërcim në sol. Tyreek Smith, Kastrati, Anton Scott. Si mi gabuar i ti. Tyreek Smith. Dalet me kormi gjithsesi. Të ndubin Bardh Regja për 3 pik. Nuk qëlloj. E ka shkelur vijën Dustin Thomas, vazhdon sulmi i skuadrës së Ravecit. E shohim diskutimin e gjyqtarëve. Se çfarë vendimi do të mirët janë duke sqaruar edhe gjyqtarët trajnerëve rastin e fundit. Topi do të takojnë skuadrës së Golden Eagle Yllit. Pasi u diskutua gjëra gjatë nga gjyqtarët. Scott. Banforth. Anton Scott. Scott tek Tyreek Smith, i dyvishuar në mesin e Rrugovës dhe Regjës. Huq për herë të parë solte Tyreek Smith. 8-8 deri në këtë moment është nga loja. 67-62. Topi në duart e kreshtarëve. Pullian. Daljet për treshe. Çfarë rënje e mbrojtjes së Golden Eagle Yllit. Dy lojtarë nuk u kuptuan me njëri tjetrin dhe vjen treshja. E liderit normalisht që nuk fal Kentrell Pullian në këtë rast dhe nëse e ka këtë hapësirë. 29 pikë të Kentrell Pullian, shenjelant të Lear Scott dhe Dustin Thomas. Treshja e dytë nga 6 tentime nga Kentrell Pullian. 29 pikë të tij. 70-62, 2 minuta e 11 sekunda deri në fund. Rikthehemi pas këtij timeouti. Atëherë 2 minuta lojë deri në fund, vazhdon tjetë përsia në anën e skuadrës së Ravecit, që luftoi shumë gjatë gjithë kësaj përballje. Kastrati. Ka faul nga Bardh Regja.
shojmë me njerë personalin e Regjës ndaj Erion Kastratit. Nuk qëllan nga vija e gjuajtjes e lirë. Erion Kastrati. Asë në të dytët nuk është në sak me Kornik. Më i larti në kërcim. I dy vishuar kontrollojnë gjithë shka. Shkojnë me nësën të zgjatur. Vrishtarët me Kornik. Bukur të Regja. Asisti fenomenali me Kornik. Për Bardh Regjën i cili nuk kuq. Pika e 5 të kapitenit. E shojmë në njerë asist në pjatë, nëse mund të quaj në jargonin e basketbolit. Dhe realizën Bardh Regja 71-62 asësi. Të e ngri kokën Golden Eagle Ylli. Nuk po ecën asgjë tek skuadra Therandase, e cila ka investuar shumë edhe këtë vetë, dërsa i pam sot hish më largë edhe statistikat dhe bugjetin e klubeve, ku Golden Eagle Ylli pas Federatës së Futbollit të Kosovës përfiton më shumëti në Kosovë nga ligji i sponsorizimit. Por asësi këtë edicion nuk arritën që të e kapin atë ritmin pavarësisht investimeve. Edhe një tjetër humbje afër për Therandasit, 1 minutë e 8 sekunda, 72-64. Scott Bamford dhe Antoine Scott. Afërti Kencho Pullion, Antoine Scott. Scott Bamford, gjuan për 3 pik, realizon Scott Bamford. Pika e 28 të ti. Pas një dyshim sondi ka qenë fantastik, u mundua në çdo cep të fushës. 28 pik të ti, 72-67, 53.5. A do të arrin të bën mrekullin Golden Eagle Ylli. Ndolet ndeshja për shkak të semaforit që nuk po punonte, por kapiteni atëherë topi vjedhur i Therandase, vin pikët. Shihni presionin në mbrojtje të ekipit të Golden Eagle Yllit, që i kanë ndezur turbinat në fund. A do të arrin Therandasit në fund të e marrin fitoren në Miza e Risma. Një ndeshje të cilën e kontrolloi Raveci në vazhdimsi. Vetëm në disa momente luajti Ylli më mirë. 51.8 deri në fund. Tashmë 72-69. Në anën tjetër ka përfunduar dueli ndërmjet Go Plus Pejës dhe Vllaznimit. Vllaznimi ka arritur fitoren edhe ndaj Pejës. Fitore shumë e vlefshme për gjakovarët, e kjo fitore i duhet edhe Ravesit për të mbetur në hap.
61.8. Pullian. Cantrell Pullian. Avërti i qëndron Antoine Scott. Pullian edhe më tej. Cantrell Pullian. E këthen topin me Cornick. Çfarë treshe e madhe e me Cornick. 75-69 e kontrollojnë. Perfekt këtë sulm. Këngër, Erian Kastrati. Nuk e ka hapësirën. Kastrati shkon topi tek Scott Bamford. Dëgjuan ai vet. Nga një pozitë sa e vështirë është ajo gjuajtje dhe arriti. Qët lirohet, por fitoria shkon për Ravecin 0-29 të ndërruar shikues. E mposh Yllin edhe Raveci 0-29. E thash, po e kërkon të Raveci këtë fitore të barazohet me pik me skuadrën e vllazënimit. Gjithsesi edhe Gjakovarët kanë fituar sonte, por mbesin në hap edhe vreshtarët tashmë. Një super edicion i progretit Superligës edhe këtë edicion, pavarësisht rënditjes tabelare, secilin po e mposhtë. Më të dalluarit tek Raveci 0-29 pas një dyshim Cantrell Pullian me 29 pik, 12 pik nga Fisnik Rugova, ndërsa McCormick 11 pik e 7 asistime i ka shtuar. Në anën tjetër tek Ylli nuk mjaftuan, 28 pik, 7 kërcime, 4 asistime të Scott Bamfordit dhe as Tyrek Smithit, i cili kompletoi double-double prej 18 pikve e 10 kërcimeve. Për pak çaste të nderuar shikues, do t'jemi me intervistat. Pranë me tashmë është edhe trajneri i skuadrës Ravecit, coach. At this point, every win for your team is really important. How important was this? I mean, a big win. Yes, very big win for us, especially because we have problem from the last game with injuries. But we find way how to win against Yili. For me, Yili is one of the best team in the league. They have some problem for result, but it's a very good team. It's very experienced. But we try everything. We try with zone. We try with man-to-man. I try to change the rhythm of the game, and we use that. We win. What do you think they decided to really push them hard? Even though you had the lead, they were coming back. Still, you got the power to control again the game. But what do you think that the key of this win? The key of the game is our good defense. Especially, they don't look like this. If you look statistic, Bamford they scored 28 points, but we put a lot of pressure on him. Also, I say we put zone just to protect this big game on Bamford and especially from Scott. We deserve this win because we fight all game. Thanks for the fans who support us. Now we have a break for the national team. We have time to prepare much better, and show must go on. Thank you very much, coach. Good luck in next games. Ishte me trajnerin e skuadrës Raveci 0-29, e pyeta në fillim se sa e rëndësishme ishte kjo fitore në këtë pikë të kampionatit, ku e dim që secila ndeshje është shumë e rëndësishme. Tha me të vërtetë ishte një fitore shumë e madhe, sidomos ndaj një skuadre që është Golden Eagle Ylli, e për mua tha personalisht është ndër skuadrat më të mira në Super League, pavarësisht faktit që kanë probleme me rezultate. Gjithsesi ne arritëm duke i ndryshuar shumë gjëra gjatë takimit, duke luajtur zonë, duke luajtur pressing dhe duke bërë çmos për të arritur fitoren. Ne arritëm të e marrim një fitore shumë të merituar, ashtu siç e potencoi trajneri Samazhijeve. Pyeta se cili ishte edhe Chelsea i kësaj fitore, tha që Chelsea i kësaj fitoreve ishte mbrojtja definitivisht e skuadrës, pavarësisht nëse i shohim statistikat, Scott Bamford i ka shënuar 28 pikë, gjithsesi ne i bëm goxha shumë presion atij dhe gjithë lojtarëve tjerë dhe nuk i lejuam që ta shfaqen më të mirën e tyre. Për pak çaste do të jemi edhe me trajnerin e skuadrës Golden Eagle Yllit.
Të nderuar shikues, ishim duke e pritur trajnerin Pako Olmos, megjithatë nuk e shprehu gatishmërinë që të paraqitet në intervistë, kështu që nuk do ta kemi këtu sonte. Kaq nga kjo ndeshje, pra Ravesi 0-29 e mposht Golden Eagle Yllin duke marrë një fitore të madhe. Ju vazhdojnë të qëndroni me programin e pasur sportiv të ardhshëm nga Ultiana, natën e mirë.